Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi i Qeverisë së Serbisë Petar Petković tha se dëshirat dhe ëndrat e Prishtinës nuk janë temë dialogut te Brukselit dhe asgjë do të jenë ndonjëherë, duke reaguar kështu ndaj deklaratës se kryenegociatorit e Prishtinës në dialogun me Beogradin Agron Bajrami se Kosova nuk do të negociojë për ekzistencën e saj. Kjo është arsyeja pse nuk kemi pasur asnjë takim në Bruksel në nivelin negociatorësh edhe pse Beogradi është gjithmonë i gatshëm për bisedime, shkroi Petković në rrjetin social X dhe tha se Bajrami duhet të mësoj bazat e dialogut dhe pastaj të flasë për atë që është temë e dialogut dhe jo çfarë nuk është. Rënimi i ndërtesave në liçenin e Gazivodës përfaqëson një shembull tjetër të dhunës institucionale dhe zbatimit selektiv të ligjit ndaj popullit serb, sepse ndërtesat u shkatruan pa përfunduar procedurat gjyqësore dhe pa u dhënë pronarëve mundësia për të përdorur një mjet a efekt ligjor, tha nënkryetari i listës serbe Igor Simić dhe theksoi se ligji duhet të zbatohet për të gjithë. Në një intervistë për Novosti, Simić theksoi gjithashtu se sulmet ndaj kishës ortodokse serbe janë në përpjekje e rrezikshme për të shpallur tempojt ortodoks serb si shqiptar. Ai theksoi se autoritetet në Prishtinë po përpiqen të anulojnë vullnetin zgjedhor të qytetarëve në komunat me shumicë serbe. Kancelari austriak Christian Stocker tha sot pas bisedimeve me homologun e tij grek Kyriakos Mitsotakis në Salzburg se është e rëndësishme të mbahet hapur perspektiva europiane e Serbisë dhe të hapet grupi 3. Stocker theksoi se zgjerimi i Bashkisë Evropiane është një temë e rëndësishme diskutimi me kryeministin grek. Kryeministi i Greqisë Kyriakos Mitsotakis theksoi se 23 vjet pas deklaratës së Selanikut, Greqia mbështet Ballkanin Perëndimor, i cili ashtu si Austria dhe është gjeografikisht afër. Ai theksoi se procesi i antarësimit duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Ministri francez për Europën Benjamin Haddad tha sot në Prishtinë se Franca do të jetë me Kosovën në procesin e integrimit europian, por se është një proces i vështirë i bazuar në përmbushjen e detyrimeve që rrjedhen nga marrëveshja e Brukselit, si dhe në reforma, forcimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave. Kur u pyet nëse bllokada institucionale do të ndikojë në integrimin europian të Kosovës, Haddad tha se Franca mbështet integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Sot në Prishtinë, Kosova dhe Franca nënshkruan 5 marrëveshje bashkëpunimi. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Greau Konjuca tha se pritet që Albolena Haxhiu të jetë përsëri kandidate për kryetare të Kuvendit të Kosovës dhe kur bëhet fjalë për pozicionin e presidentit të Kosovës, ai nuk ka qëllime specifike dhe se është e rëndësishëm që palët të arrijnë një kompromis. Mendoj se tashmë kemi vendosur për kryetaren e Kuvendit që është zonja Haxhiu dhe supozoj se propozimi do të jetë i njëjtë, tha Konjuca për media. Duke folur për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ai deklaroi se procesi nuk zgjidhet duke dhënë përparësi qëllimeve individuale. Gjykimi i tretë e pandehur për sulmin në kanalin Iber Lepenas, Dragisha dhe Jovan Vicentijević dhe Igor Dimović, të cilët akuzohen për rrezikimin e rendit kushtetues kryer të një akti terrorist, dhe Jovan Vicentijević akuzohet gjithashtu për shpionazh, vazhdoi sot me marrjen e pyetje të dëshmitarëve në gjykatën themelore në Prishtinë. Seanca sot më u zhvillua kryesisht me marrjen e pyetje të dëshmitarit, drejtorit të kompanisë Iber Lepenas, i cili u përpoq të rriste dëmin e shkaktuar në mënyrë që të kualifikonte veprën penale sa më të rëndë, tha avokati Nebojša Vlajić. Punimet për ndërtimin e urës së tretë mbi lumin Iber vazhdojnë sipas planit dhe dinamikës së pritur, njoftoi Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit të Kosovës, siç u tha, punimet po zhvillohen në përputhje me afatet e planifikuara me qëllim të përfundimit të projektit sipas standardeve të përcaktuara.
Në fillim të korrikut të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës filloi ndërtimin e 2 urave mbi lumin Iber, e para u hap në gusht, e dyta në dhjetor dhe Ministria e Infrastrukturës deklaroi se urat e reja përmirësojnë lidhshmërinë, trafikun dhe sigurinë e qytetarëve. Moti nesër do të jetë me diell dhe i ngrohtë vetëm në veri, me vranësira mesatare do të fryjë redop mesatare veri perëndimore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 14 deri në 22 gradë, kurse ajo maksimale ditore nga 30 deri në 34 gradë Celsius.